Gjesti, çfarë bën ai në raport me Eglin, çfarë bën ai brenda koncerteve, jashtë koncerteve, kur do dali kënga re, çfarë ka veshur, kujt i ka bërë follow, e duke qenë të kjo e fundit, media sociale për mos së shumti platformat online të showbizit kanë qarkulluar me disë njëra tjetër si një lajm copy-paste. Një lajm që flitet për një follow që Gjesti i ka bërë një ish-banori të Big Brother Kosova VIP2. Fjala është për Kaderin, e cila po vijon jetën e saj si një fotomodele ku po arrin suksese dhe krejt befasisht në këto media është dhënë një pikë pyetje sepse i ka bërë follow vetëm sipas tyre Kaderit dhe kjo nuk është e vërtetë. Për sa kohë bëjnë këtë lajm që për mua nuk duhet të ekzistojë pasi është anormale që ti të krijosh diçka nga hiçi. Në rasti konkret, sipas këtyre lajmeve, Gjesti ka vetëm follow këtë banore nga edicioni i dytë i Big Brother Kosova dhe nuk është e vërtet, pasi ai ka follow dhe Edonën, ka follow dhe Azemin, ka Blerandën, Blerën, pra ka disa personalitete apo artistë që ai ndoshta ka dëshirë që t'i ketë në Instagram dhe t'i ndjek, por kjo tendenca për të krijuar nga hiçi diçka nuk më pëlqen. Për sa kohë që ne e dimë që çdo gjë që të shkruhet apo të flitet për Gjestin, sigurisht do të klikohet dhe do të krijojë një lloj sensacioni në rrjetet sociale apo edhe në këto platforma të showbizit ku lajmet qarkullojnë copy-paste e njëjta tek çdo faqe. Nuk e kuptoj qëllimin se çfarë duan këto media që të lidhin një follow duke vënë pikpyetje. E pikpyetja më e madhe duhet të vihet më shumë për situata apo për çështje që realisht e shqetësojnë publikun dhe jetën tonë të përditshme dhe jo të shpikim ndoshta nga mos pasurit lajme prodhuese të artistëve të tjerë të shpikin më saktë. Duke qenë që jemi tek përdorimi mbrëm në Top Story në Grida Duma, u dha një material pasi u fol për shëndetin mendor, për problemet me ankthin apo problemet e tjera që ka kjo shoqëria jonë paksa komplekse për të pranuar që kemi probleme me ankthin apo shqetësime të tjera që vinë si rezultat i shumë faktorëve nisur dhe nga mospasja e asaj jete që ti synon të kesh apo diçka tjetër, por do të rikthehem tek Egli ku përdor rrëfimi i saj i fortë dhe inkurajues që ajo kishte gjatë qëndrimit të saj në Big Brother. Si një finaliste, Egli vijon të jetë kryefjalë dhe vijon të prodhoj lajme apo materiale për mediat, sikurse ishte edhe ajo që thash mbrëm, u përdor rrëfimi i saj në lidhje me ankthin dhe luftën që ai ka pasur për ta mposhur dhe për të ushuruar. Jemi në një shoqëri ku më shumë konsumohet një lajm fast food sesa një lajm i shëndetshëm. Jemi në një shoqëri që dua të jap edhe mesazhin tim për të gjithë këtë kazan të madh që është bërë ku gjithsecili ka të drejtën të shkruajë dhe fyrja është fjala e parë që shumica e komenteve në rrjetet sociale përdorin për të shprehur mendimin e tyre. Përgjatë këtij rrugtimi që unë kam bërë në Troç Meredi në Big Brother, kam marrë pafundësisht komente fyese, por nuk i kam kthyer dhe nuk i kam marrë as pak, le të themi si dashakeqje ndaj meje, po thjesht kam kuptuar që njerëzit e marrin shumë afër zemrës Big Brotherin dhe e përjetojnë si diçka që nuk është reale atyre. Big Brother është një reality show, është një eksperiment social. Në fund të ditës, ata që janë aty përfitojnë nëse dinë të luajnë mirë. Edhe ata që nuk dinë të luajnë keq, marrin atë si pasojë e lojës që bëjnë. Dhe duhet ta ulim pak të dozën e agresivitetit në komente apo edhe në shpikjen e lajmeve pasi nuk i bëjmë nder askujt.